Në një takim konsultativ organizuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në kuadër të zyrës së kryeministrit, sot është folur për sigurinë e grave në vendin e punës. Kryeshefja ekzekutive e Agjencionit për Barazi Gjinore, Edi Gusia, theksoi se mospërfshirja adekuate e grave dhe vajzave në tregun e punës përbën pengesë serioze për zhvillimin ekonomik të vendit. Ajo është gjithashtu një pengesë serioze për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të vendit, ku gjysma e potencialit mbetet e pashfrytzuar. Është e vërtetuar se pjesëmarrja e grave në tregun e punës sfidohet nga faktorë të shumë dhe unë do t'ju them asgjë të re. Mungesa e institucioneve të përkujdesjes për fëmijë, qëndrimi ditor i pasgjedhur për fëmijët që shkojnë në shkollë dhe mos harmonizimi me orarin e punës së nënave. Pjesëmarrja e grave në punësim mbetet e ulët, shpesh e kufizuar në sektor me produktivitet dhe paga më të ulta dhe me kushte jo të dinjitetshme pune. Ndërsa kryeshefja e UN Women në Kosovë Vlora Tuzi Nushi tha se numri grave në tregun formal të punës mbetet i ulët, ndërsa organizata që ajo drejton po punon në trajtimin e shkaqeve që pengojnë këtë përfshirje. Mbetemi në një numër shumë të vogël të grave në tregun formal të punës. Arsyet i përmendëm të gjithë, por që ne si UN Women po ashtu në Kosovë kemi punu ngushtë dhe në trajtimin e këtyre arsyeve, së pari duke filluar me një analizë gjithëpërfshirëse të kornizës ligjore që ka të bëjë me tregun e punës, përfshi ligjin dhe të tjera. Po ashtu ne kemi punu me inspektoratin e punës në trajnimin dhe ndërtimin e kapaciteteve të inspektorëve si të themi në investigimin apo hulumtimin e rasteve të ngacmimit seksual. Zëvendës shefi për bashkëpunim në zyren e Bashkimit Evropian në Kosovë, Aleksandro Biancardi, tha se fuqizimi grave për të punuar të lira nga frika, diskriminimi dhe ngacmimi është thelbësor për perspektivën evropiane të Kosovës. Civil society remains a key partner in monitoring awareness. Shoqëria civile mbetet një partner kyçe në monitorim, ndërgjegjësim dhe raportim. Fuqizimi grave për të punuar të lira nga Afrika, diskriminimi dhe ngacmimet është thelbësor për perspektivën evropiane të Kosovës, drejtësinë shoqërore dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike. Le të forcoj konsultimi sot të angazhimin tonë të përbashkët për të kaluar nga politika në praktik dhe për të siguruar që siguria, dinjiteti dhe potenciali çdo gruaje të mbrohen plotësisht në botën e punës. Në këtë takim pune u tha se pjesëmarrja grave në punësim vazhdon të mbetet një ndër sfidat kryesore në Kosovë, shpesh herë kufizuar në sektor të caktuar me paga më të ulta dhe kushte jo të dinjitetshme pune.